Me rastin e 5 maj, ditës së dëshmorëve të Atdheut, në Lushnjë u zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve, ku përfaqësues të institucioneve dhe qytetar nderuan të rënët për lirinë e vendit. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetaria e bashkisë Griselda Sefa, drejtuesja politike e qarkut Fier Belinda Balluku, ministri i financave Petrit Malaj, deputetët Elton Korreshi, Kiduina Zaka dhe Asfloral Haxhiu, përfaqësues të policisë së shtetit, veteran, familjar të dëshmorëve dhe qytetar të shumt. Përfaqësuesit e opozitës nuk ishin të pranishëm. Gjatë ceremonisë u vendosën kurora me lule pranë obeliskut dhe më pas u zhvillua parakalimi përpara varreve të dëshmorëve. Vasilika Gjergji, kryetare e organizatës së dëshmorëve, tha se dëshmorët dhanë jetën e tyre për lirinë që ne gëzojmë sot. Dëshmorët janë një kur themeli për Shqipërinë e re dhe demokratike. Ata janë bijtë dhe bijat më të mirë të popullit tonë. Ata dhanë jetën e tyre për një ditë si kjo e sotmja që ne gëzojmë. Në fjalën e saj, Belinda Balluku theksoi se 28.000 dëshmorët e Atdheut mbeten një udhërrëfyes i përhershëm për brezat, duke nënvizuar rëndësinë e unitetit dhe përkushtimit për zhvillimin e vendit. Sot përulemi me respekt dhe mirënjohje në kujtim të qindra mira burrave dhe grave, vajzave dhe djemve, të cilët dhanë jetën për lirinë e Atdheut, për dinjitetin e vendit tonë. 28.000 dëshmorë, të cilët sot dhe për herë do të mbeten një udhërrëfyes për sakrificën që ata bën dhe për të na treguar një herë mirë se Shqipëria për ne është vendi ku kemi lindur, është vendi për cilin duhet punojmë dhe mbi të gjitha duhet jemi të bashkuar. 5 maj përkujton sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë, ndërsa ceremonitë të tilla shërbejnë si një moment reflektimi dhe mirënjohjeje ndaj historisë dhe kontributit të tyre.